Ku SPAK-u? Kjo gjykatë kushtetutës ka marrë asnjë vendim që shkon ndesh me pushtetin. Po si do e marrë me të ti bësh presion një gjëje që ti e ke në xhep. Kupton si ti bëj presion e Dirama, kryetarëve të degëve të PS-s, që të votoni siç u them unë. Se për Skajen Kroçatin Rama që i interesuar që ato mos merreshin. SPAK-u vet nuk ka asnjë rast që gjykata kushtetuese të ketë thyer hundët. Vetëm një sekond. SPAK-u vet në raport me gjykatën kushtetuese është palë në këtë çështje. Është palë. Është i arrestuar edhe SPAK-u. Po. Është palë pra. Dhe në qoftë se ka të drejtë një palë të përgjoj gjykatësin që do vendosi për... Mirë, ju thoni të ndryshojnë kushtetutën, mirë, kjo po, dakor. Jo të ndryshojnë kushtetutën, jo. Do me thënë, tani çështja ka mbaruar. Është hapur një temë që gjykata thotë skandal. Atëherë SPAK-u për të ruajtur atë pak integritet që mund të ketë mbetur, duhet bëj transparent ne gjykatësin kushtetues, e vumën e tim se kishim një indicje, dy indicje, tre indicje. Edhe në serim. Ata kanë video që ai merr lek, fjala vjen. Edhe në serim bushat. SPAK-u, edhe në serim. SPAK-u përgjimit i bën nëpërmjet BKH-s, që kanë pajisjet më teknologjinë më të fundit. Në rastin konkret, ose rasti vetëm, nuk e ka bërë nëpërmjet BKH-s. I ka dërguar shkresë drejtorisë policisë, ka bërë me policinë e shtetit. Dhe është dije që nga drejtoria e policisë, jo kjo është ke në shkresë. Në kontinuim me drejtorinë e policisë, dije që nga drejtoria e policisë është shumë e lehtë të rrjedhin. Prokurori mi marr leje policisë? Jo, mi marr leje, ka bërë me policinë, për të ekzekutuar përgjimin. Çfarë do të thotë? Që është shumë e lehtë të dalë fjala. Pra, SPAK-u në këtë kuptim, duke që ka dashur të ndikojë, të shantazhojë, të thotë shikoj, ju jeni në përgjim për këtë gjë, sepse ndryshe e bënte me BKH-n, si po me gjithë tjerët. Po, të them. Nëse po flasim për rrëfim, unë nuk kam fakte. Domethënë i kërkoj falje, unë kam të dëgjuar. Kaç fakte kemi? Jo, kam të dëgjuar se ky përgjim është nis për dy persona. Njëri është e përmendi Plum Gjoka dhe një tjetër. Yli Manjane. Jo, është një tjetër. Avokat o burr? Jo, Yli është avokat, është një tjetër, i cili ka premtuar se përmes njeriu të gjykatës Gent Ibrahimit të ndikojnë në vendimin për Sky. Dhe pastaj këta dy, kur janë zënë në përgjim me emrin Gent Ibrahimit, u vendos të përgjohet mbasi ky komunikim ka dalë te prokurori. Kjo është arsyeja pse Gent Ibrahimi është në përgjim. Po pra, kjo është tash. Unë s'kam fakte se jam prokuror, po kjo është e vërteta që po prandaj kam këtë pyetje unë për ty Baton. Që ky shpjegimi i fakteve sa diti, unë them këtë. U hap ky debat, u bë skandal publik, po them. A duhet SPAK-u për të ruajtur integritetin e vet të bëj transparencë pse hodhi këtë hap apo jo? Unë dua ta gjykoj pra. Unë jam që duhet bëj transparencë tani duhet bëj. Tani do të bëj. Po ishte pas vendimi. Vendimi i gjykatës se s'ka lidhje me çështja është bërë publike, kështu që shkresa ka dalë. Ligjërisht dhe që ka të drejtë. Bushati thot duhet të bëjë transparencë e arsyes të i ka vendosur, sepse kjo ngjason me shantazh në gjykatë. Pavarësisht që kemi gjyqtar ne, po titulli gjyqtar kushtetutës është i rëndësishëm. Jo, më është palë në çështje. Njëra palë për gjon gjykatën. Unë besoj e keni pas se cili prej njerëzve në kohët e fundit ka qenë në SPAK para disa ditësh dhe është e dini kush është personi tjetër i cili është i lidhur me rastin. Kush ka qenë në SPAK para disa ditësh? Po shikojeni kush është një prej biznesmenëve dhe dini. Gazdeli ka qenë njëri. Jo, s'është. Kush ka qenë tjetër? Vazhdojmë. Vazhdojmë. Jo, unë po të kisha pas fakt, e kisha thënë se kush është. Atë se thua fare. Mirë, na thuaj emrat kush ka qenë dhe ne po i vendosim gishtin debatin kot. Jo, po nuk duhet të jap emra se ballafaqohem me diçka po. Mbaroj ndeshja. Po kam të drejtë të aludoj në diçka. Si mos e bëj? Lenci, vazhdo. Shiko, ky është një rast in extreme si na rrëfen një defekt të ligjit. Formalisht SPAK-u ka në bazë të ligjit që verifikon veprimtarinë e tij, ligji 95 i 2016-s,
SPA ka kompetenca për hetimin dhe ndjekjen penale të funksionarëve të lartë, përfshi dhe gjykatësit për krime të caktuara. Duke thënë që SPA ka formalisht të drejtë të hetojë edhe mbi gjykatësit dhe të bëj edhe këtë hetimin paraprak pa apo përgjimin pa vendim gjykate, atëherë ne kuptojmë fuqin e tepërme dhe të egzageruar në pikpamjen ligjore që ka SPA-ku, një sekond. Po thot me apo pa vendim gjykate, sepse ka një tjetër që përgjimi do gjithmonë lejen e gjykatës. Atëherë, ka një fuqi të shtuar të prokurorit karshi atij që është arbitri i tij. Pra, nëse do të kërkonte lejen për hetimin e një gjykatësi, gjë që e bën tashmë pa lejen e gjykatësit tjetër, tregon këtë problem të ligjit dhe ekspertët e kanë vënë re një gjë të tillë, prishja e ekuilibrave. Prishja e ekuilibrave. Po këtë pra po them, kjo bëhet pa lejen e gjykatës. Dhe kur diskutohet se çfarë ka shkuar keq deri më tani, është pikërisht një nga thembrat e Akilit që jep një pushtet të pakufizuar prokurorit. Rasti që merret në përgjim një gjykatës kushtetuese që teorikisht përtej emrit konkret është institucioni, është një kërcitje e cila me domosdo kërkon rregullim ligjor, por SPA-ku këtu formalisht është në drejtën e vet. Por edhe kjo është një dobësi. Nëse Gendi Ibrahimit e sheh që janë shkel të drejtat, ajo gjyqtar dhe pikërisht për atë, për këto çështje është. Ai le të bëj ajo që citoi Mandi, më fal. Jo, për te emrave të përveçëm edhe një herë. Ajo që citoi Mandi pak më parë, unë e lexova fillimisht me shumë kurreshtje, pastaj me habi, pastaj me shumë trishtim vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila ishte një lloj sikur po rishkruante job descriptionin e saj se çfarë bën gjykata kushtetuese, por absolutisht asnjë qëndrim për rastin në fjalë. Varet se çfarë kanë. Domethënë përveç se ishte sepse një herë për përgjuar për shembull ka ndryshuar qendrim në raport me Ramën këto 2 javë në mënyrë drastike. Nga personi më anti-Ram, tani thotë se i duhet mandati 4. Varet se çfarë kanë përgjimet. Ky është emisioni për sonte, shihemi nesër natën e mirë.